Atëherë, Shakira jo në bukur dhe Piqué. Shakira. Shakira, një ndër femrat më të bukura, të talentuara në botë. Para 3 vitesh u përball me tradhtin nga ish bashkëshorti i saj futbollist. Po punë e madhe. Punë e madhe mund të thuash ti më i Greta, po çdo gjë ndodh për një arsye, nuk thash që një budalla më pak. E di se kur në momentin që u nda Shakira ndodhi një kështu bujë mediatike kur u tradhtua dhe Shakira. Imagjinone të tjera do thuash ti. Megjithëse varet nga mashkulli që kanë krah, por Shakira nuk e la me aq edhe pas ndarjes. Në një herë që kishte zbuluar vetë. Dini ju njerëz si e kishte zbuluar Shakira tradhtin? Mos e di. Nga një kavanoz reçeli. Kishte fut njëri gisht. Nga një kavanoz reçeli. Shakira nuk ishte qenë në shtëpi, sepse kishte ikur me punë, por ishte kthyer, kishte parë në frigorifer një kavanoz reçeli të filluar dhe të konsumuar. Mirë po, në familjen e saj, vetëmi person që e konsumonte reçelin ishte Shakira. Piqué nuk e hante? Kush e ngri reçelin këtu? Kush e ngri reçelin? Me qënë se i ke ti më mungove unë të hëngra reçelin. Nuk shumë e zbuloj Shakira jo në tradhtin. Po kjo nuk është provë. Po pastaj gjeti provat ajo. Pastaj, po fillimi, filloi dyshimet. Si gjeti... Kjo ishte indicia. Po, si gjeti arsye për të dyshuar, ishte reçeli. Edhe pasi u ndan këta, Shakira jo në dashur i bëri dhe një alamet disi asaj Klarës, sepse Klara quhej partnerja e Piqués. Çfarë mbytën këto karat neve? Klara kishte me. Klara. Mi dreq. Dhe i bëri një dis duke i përmendur edhe emrin si Klarës si Piqués. Okej, jo kështu. S'më pëlqen. Jo, në ashtu ja pa emrin se më shkallën mua herën e parë. Klara, mente, sigurisht, të të ndukshëm. Zemra, se mos e ngatroj emrin si unë herën e parë. Jo, se është Klara ja pa. Me spanjollët. Okej, mirë. Shiko tani. Në të tilla raste të tradhtosh një femër si Shakira është budallallik. Po. Dhe të iki një budalla më pak mirë është gjithsesi. Okej, që të bjem dakord tash. Që të gjitha përballen me tradhtit patjetër. Femrat të gjitha tradhtohen pa diskutim. Kush mendon që nuk tradhtohet e ka të kohë. Deri në 5 vitet e para mbase nuk tradhtohet, po pas kësaj ta harroni. Iku dhe ky muhabet. Sa më shumë të kontrolloj meshkujt tan, aq më shumë budallalliqe do gjejmë. Unë s'jam dakord me këtë pjesë. Po si e ti se bëra se je vogla akoma? Bora dhe unë si ata që më shikojnë televizionin që më thonë je vogla akoma. Ti je vogël, megjithatë si Bora, unë presi një ditë të bukur, ti të çosh kokën këtu te krahorimi dhe të flasim shumë sinqerisht bashkë. Jo, faleminderit, nuk. Kur ta kuptosh çfarë është kështu? Shpresoj, unë nuk dua. Unë nuk dua që ti ta çosh kokën për të folur dhe për gjëra të bukura. E kupton? Ashtu tani se po flasim për rastin e Shakirës edhe këtij tjetrit. Tani kjo është shumë gabim që ju ka dhënë rëndësi këtyre të dyve, që ikën edhe miru pafshim, sepse ajo do vazhdoj jetën përpara pa i munguar asgjë. Tani mua më çudit, Shakira iku e shkret, apo fëmijët në shtëpi kishte lënë? Se di si më duket, nuk ishin. Edhe ky budalla i pasur, hotele, shtëpia të tjera kishte, aty e gjeti ta merrte? Ja shikon sa dritë shkurtër. Mi dilte emrin e për hotele. E shef sa dritë shkurtër. E kishte regjistruar jo me emrin e vet, çfarë lidhje ka ata nuk regjistrojnë të dy njëri do regjistrojnë. Do kapeshin nga paparacat. Po i ka njëri para tjetrin mbrapa me si Bora. Çfarë lidhje ka? Po për çfarë hyri Piquéja në hotel do thonë? Po hyri aty tash takoi një nga ata futbollistët e tjerë, se ka marrë kod në hotel. Po. Që kanë bërë amber. Si Bora, është aq i pasur, sa që ka dhe shtëpi tjetër veç asaj ku jetonte me Shakirën, është shumë e sigurt kjo gjë tash. Po pse ajo nuk ishte një shtëpi të vetën? Nuk i dim. Ai u tregua i budalla pra. U tregua. Po vetëm një budalla më shumë, po të jap ty argumenta që është një budalla më shumë. Ama, zoti ndeshi Shakirën, shumë mirë që ja largoi. Shakira tani, se për çaj sollën ne rikujtuam këtë gjën, Shakira ka folur disi dhe ka thënë se gjendja e saj është vazhdoj të kërcej edhe pse më dhembin këmbët. Jo, Shakira, shumë gabim. Shumë gabim. Nuk na dhëmbin fare këmbët, i kemi të forta dhe do t'i kemi deri në fund. Fare. Edhe një herë të shtirësh nuk është gjë mirë.
sepse shumë njerëz, siç e tham, e kalojnë pjesën e tradhtisë, e përjetojnë vetë. Dhe të jesh ajo personi që mua nuk më intereson, nuk më kështu, kur dukshëm i dhim kanë këmbët, basë bëhet forcë edhe për vajzat e tjera të cilat kalojnë të njëjtën situatë si Shakira. Se ne këto vipat i shohim ndonjëherë si rol model. Po. Nejse. Do me thënë, një femre si Shakira nuk ka pse i dhe me kom të fare, jam shumë e sigurt. Por diçka më kujton kjo, më kujton trajnerën time të palestrës. Shkoj ndonjëherë edhe i them, kam qenë si pa qef, ua, thot, ne nuk kemi kështu gjërash, ne nuk sëmuremi, ne nuk kemi kur pa qef, ne nuk kemi kur pa fuqi, ne më të mirat. Edhe po na Shakira, ku Shakira sa vite dritë larg që është me ne dhe palestrën tonë.